Të nderuar miq, kolegu im zoti Pingulli ka përtështuar diçka, një problem të cilin e ka ngritur dhe në emisionet e kaluara. Urdhë zoti Pingulli. Faleminderit. Në kuadrin e politikave të mbrojtjes së biznesit në radhë parë dhe të shtetit shqiptar, e cila pavarësisht nga problematikat në fakt të shteti ynë dhe duhet ta mbrojmë, unë në emër të gjithë biznesmenëve të zonës ekonomike pranë QTU-s ose në mes Kasharit, edhe zonës spitalit Igera. Rruga dytësore para QTU-s, po. Rruga dytësore, e cila në të dy krahat vazhdon të mbetet në mënyrë skandaloze. Kemi mbi 5 vjet që ngrejmë këtë problem, dhe jo vetëm që nuk mendon njëri që kjo rrugë duhet shtrohet. Edhe nga kjo rrugë dalin 250 biznese, të cilët financojnë në mënyrë fiskale këtë shtet, edhe ne personalisht, por përveç vujtjeve dhe kohëve për të harxhuar aty, harxojmë karburante, harxojmë goma, harxojmë pjesë makinash e tjera. Dhe nuk kuptoj çfarë vështirësish ka që kjo rrugë të mirëmbahet. Brenda aty në kuotave që ne pagojmë për rrugët edhe për siguracionet. Unë nuk e kuptoj. Ku qëndron vështirësia këtu? Është një lloj heshtje inaçore, kam përshtypjen, se nuk e kuptoj. Aq më tepër dhe dalja nga rrugët dytësore për të dalë në autostradë. Aty ku intereson dikujt për një herë bën. Unë nuk e kam, ne s'kemi gjë me kastratin. Bravo i qoftë, sepse është një person që pagon taksat, është shumë i fuqishëm si biznesmen, dhe shumë mirë që e mbështesin me ato dalje dhe bukura që ka bërë. Po gjithë ky biznes që kemi këtu, mund qendër QTU-s, si ka mundësi të mos mendohet se si do dalim? Unë e kuptoj që ka filluar dy këmbë ure, të cilat për të bërë këmbët e ureve tjera, unë jam i sigurt që do dojë edhe një vit tjetër. Atëherë, në këtë vit kalimtar, duhet bëhet një kalim, një dalje nga për në autostradë, si hyrje ashtu edhe dalje, me një kujdes minimalist, përveç një shtrimi që duhet bërë patjetër, që kostot në fundit le ta ndajmë gjithë bashkë, nëse shteti nuk pas ka lek për ta bërë këtë punë. Pavarësisht se i merr kuotat tona. Ne nuk mund të vazhdojmë kështu. Kemi orë të tëra që u mbasim në kalimin e kësaj rruge. Ju faleminderit. Me leje zoti Bale. Shuar ne kemi ngritur të shqetësim bashkë, edhe pa qenë zoti Pingulli. Unë qytetar jam, edhe vi kur më duhet të ble diçka në këtë rrugë. Por juve vuani më shumë. Pjesë e këtij biznesi me aktivitet nga më të mëdhenj ekonomik që ka kjo rrugë në Shqipëri. Dhe ndihem shumë i trishtuar që ta ngrem disa herë së bashku, edhe jo sot mbështes zotin Pingulli si kolegë apo dashamirë që jemi të një fondacioni të caktuar, por në rolin e një inxhinieri, në rolin e një eksperti mjedisor, në rolin e një qytetari i përgjegjshëm, e ngre fort ose herë i ngrem sakt që është një pavëmendje ndoshta qëllim keqe e qeverisë shqiptare. Që këtë biznes, ashtu si shumë institucione albanologjike punojnë, e pa bukur në një emision zoti Kraja, punojnë me marsh frenato, me frenadore, edhe qeveria. Kur biznesi është i papërmbajtur në zhvillimet e veta që ja kemi përnder biznesit të Shqipërisë të 35 vjet. Edhe të vjen tash që qeveria të punojë gjithmonë me marsha dore frenato, kjo nuk shkon. Që të bësh një rrugë 4 vjet, një rrugë 15 kilometra nga deri ke Kastrati apo deri ke kthesa për Rinas, është ndihmshme dhe tushme. Që autostrada vetë konsumuar dhe rrugat ndihmëse as mendohet ndonjëherë që me gropa si në të 1 në të 2. Kjo është çështja e parë. Shumë e dhimbshme për të ardhur keq, si ka mundësi shtron pyetjen, e bën qëllimisht, ka do të vej diku, do dalë diku që ta stopoj këtë ekonomi apo këta biznes privat në mënyrë që të marri ata nga jashtë. Kjo është e para. E dyta, që do thoni ju që le të themi se ne jemi në vërtet akademi rrënjët tona, por në fundit dhe një shërben kombit. Po, shërben kombit, për ne jemi akademi gjuhë, historie, për gjitha probleme. Atëherë, unë
megjithëse kam edhe qasje që vetëm mos fol, s'po i them këto, që teci në Suk, ku i vetmi rast që gjithë kjo tubacion gazi, ne shqiptarët, mallkuar qoftë ai, kryeministri, kurdo qoftë, i majti djathtë qa dojë të jeti, që ne shqiptarët sa lejojnë të bëjnë një dalje dhe vjen shteti jugor, një kompani greke caktuar, me një ndërtues brendi dhe merr një pikë dalje që është pikë monitoruese në fakt në Suk të Fierit dhe merr një pikë dalje për ndërtuar një tet 200 megawatt ku ne marrim 204 megawatt. O e marrim në herë, është shumë e dhimbshme. Është shumë e dhimbshme që kjo skenë që ne të marrim ndotjen, problemi i ngjajshëm. Jo vetëm ndotje, po ne na zgjedh sipërfaqe atje. Po janë 10.000, atëherë me që se unë dua të bie shkurt, po me që më ngacmove. Janë 10.000 banor, janë 2 shkolla të mesme, janë 2 shkolla nëndetëqare, është zonja Elena Koçaqi bie këtij fshati, unë jam pronari aty të tokave, s'ka rëndësi kjo fare, sepse ngrihen për kombin dhe nuk jam aq egoista të ngrihen për atë ngastrën time. Në një mënyrë unë do marrin cop ngastra atje me ligj. Tani edhe ka ndërtuar sera, kryeministri i ka bekuar këta për këto kodra si në Firenze, si quhen kolinat e Toskanës. I ka beku oqeane me sera. Që do të thotë që ky produkt bujqësor, domate sallatore etj, kur të ndërtohet teci, e para që ndot, sepse është me gaz dhe ndot 300 herë më tepër se norma, 300 herë më tepër e mësova në teci me gaz në Rusi. Pavarësisht që është me gaz, më i mirë se nafta dhe qymyri që nuk ndot në te, po ndot në ajër. Dhe ky në ajër, duke qenë tokë me lagështi, me shumë, kjo i bie gjithë poshtë. Nuk është se të fluturon. Në kohë që ti ke tecë në Vlorë, ti ke tecë në po duash bëhen për dorma. Po prapa djekur, ja u përgjigje vetë. Atëherë po e zaurojë këta. Vim ke ajo që e njëjta skem, që ndërtohen 2 hidrocentrale, Banja edhe Moglica. Japin 200 megawatt, 190 megawatt. Asnjë megawatt nuk fitojmë ne vetë. Asnjë. Mësore fort zoti Balej, të lutem. Kur them ty, po i them gjithë. Çfarë fitojmë ne? Asnjë po të them, po ngrezeri. Po ku shkon? Në Vjen. Shkon bursë e ti e ble. Ble gjë energji më pakti, me që prodhon tece edhe hece, kur në kurës, e ble më të shtenë energjinë. Dhe ti tash nuk i përgjigjesh fshatrave që janë dëmtuar që në momentin që ndërtohet rezervuari, zoti Pingler është inxhinier hidroteknike, bonifikimi etj dhe kupton më mirë. Dhe në momentin që ndërtohet mbushet në ujë hidrocentrali, ndryshon niveli i ujrave nën toksor, ndryshon piezometria e nivelit të ujrave të fshatit dhe fshati të rrshet. Dhe kompania e ka llogaritur në shumën e saj në atë fitim që bën, dhe kam llogaritur unë që me 12 orë shitje energjie, ajo mund të rregullojë këta 28 krye familjar që janë duke rrishitur. Rrishitja është 6 cm në vit, është normale që ndodh në raste të tilla, por shteti nuk e lë pa e marrë konsiderat, i hedhin si pikpong, si miza, si me shkonja, edhe me shkonjën të vjen keq ta shtypësh. E ata aq i katandisin në farfeje që të vjen turp të quhen njerëz. Edhe pastaj ata e kanë mendin me ik. Faleminderit. Ata kanë mendin me ik. E njëjta gjë edhe në Suk, ata kanë mendin me ik. Në Suk s'kan çfarë bëjnë me, janë të dorëzuar. Pastaj vim ke ajo që kemi diskutuar ne si akademi. Ne kemi bërë konferencë, vajtja në Hag, noterizim i humbjes. Ka qenë titulli konferencë. Duhet ta marrësh mend. Me general, me admiral, me zotin Vladimir Beja, me zotin s'është marrë parasysh asgjë. Dhe s'është marrë parasysh asgjë, po mirë do luftosh, sepse lufta nuk bëhet vetëm një betejë, ka prandaj është luftë, ka shumë betejë. Dhe ne i themi prap zotit kryeministër, hiq dorë nga mendimi për ta quar kufit të detit në Hag se e ke të humbur. E ke të humbur, o i urruar, nuk po temo i mallkuar. S'kam frikë ta them ndatë fjalë. Por nuk duhet mendojmë që bëhet e Kastile për ta humbur. Nuk duhet ta mendojmë këtë. Nuk duhet ta mendojmë, mirë, nuk duhet ta mendojmë. Nuk duhet ta mendojmë. Unë nuk besoj që e ka këtë mendje. Ashtu thuhet ti. Por por ama nuk e besoj. Kudo që të jetë puna, po shkum në Hag. Ne Balej kam bërë 2 libra dhe. E dëgjoj të shkruash një libër, do të shkosh që ti të marrësh parasysh kuptimin e gjohë rrjeshtit. Edhe nuk janë libra historie, po ka naftën brenda, kapitulli i parë, ka jurisprudencën që bëra shkollë juridike të betohem
të betohem që kanë bërë pikrish sepse më thanë admiralët e detit që ti kaj duhet dish, se gjoja si ekspert me disë unë, në 2010-2011. Qikë më tepër nuk mund dish. Nuk mund dish, se nuk lejohet gjoja ushtarake. I janë futur vetë Montego Bay, anklosit United Nation Common Law of the Sea, 200 faqe anglisht, shqyqyr zoti di anglisht nga gjimnazi, edhe kam zbërthyer nga pikpamja juridike, nga pikpamja e shelfit detar, nga pikpamja e naftës, nga pikpamja e autoktonisë Korfuja shqiptare deri 1920, ai akoma është me lebër, ai ishte u thonoi, edhe fillon matja në mënyrë të tillë, jo nga Korfuzi që është i qëndrueshëm, kemi thënë kaq herë bash, po e fillon nga u thonoi, që është i pabanuar dhe çojnë ca pallate peskaqe që quhet i banuar, krahasohet me neve dhe na vjen në dhermi. Ndërkohë merr dhe Sazanin, ndërkohë shteti grek tani ndërton i kërkon zotit Rama, kryeministit ton, me lejo zoti Pingu ta them këtë gjë, i kërkon që gjithë popullata vleje që i vlerëson për 200.000 banor vlejet të shpallen shtetas grek. E ka kërkuar tani afër. E ke të CNN-it ton Arben Lalla në një debat me, edhe unë e kam ma dërguan këtu. Shteti grek kërkon 500.000 ortodoks, edhe gruan time, edhe gruan teme, që është ortodokse nga Kuqova, se që do me shtetin grek, a dhe gjeti, kërkon të shpallen grek. Vazhdojmë. Edhe Pingullin, zotin Pingullin. Edhe zotin Pingullin, pa tjetër. Po shqyqy që zotin... Shumë pak e kuptojnë që zotin Pingulli e din se Pingulli mban financiarisht akademinë. Zotin Pingulli mban me shpirt këtë akademi. Si asnjë shqiptar tjetër. E them, jo se kemi në shok. Si asnjë tjetër. Nuk ka... Tashi kthehem në gjykim tjetër. Si ka mundësi mordi, zoti Pingulli, më beso. Se ka shumë të tjerë E kam shumë seriozisht. Si ka mundësi mordi që bizneset caktuara di, çfarë nuk paguajnë për mos përputhje, për thuhet ajo fjala shale dhe kofshë të tjera, çka rëndësi kjo? Dhe ku vjen puna për të paguar atë i tha zoti Kraja, të pagojnë një lloj vlere të shqiptarisë. Nuk po të them pagojnë emisionin, është i vetmi emision në Shqipëri që pagojmë neve tre. Është i vetmi emision që nuk paguemi të dashur shqiptar. Por nuk ka të bëjë kjo, s'ka të thotë kjo, ne kemi dëshirë vetë t'ja bëjmë që shpëndajmë vlerat e shqiptarisë. Por që mos ketë një reklam, diku lajthiz, diku sigal, për këta që njoh mirë vetë, diku kastrat, diku vazhdo, kemi ne, diku manaj. Po fundit nuk po them janë oligark, kanë një lloj pasurie të ndërtuar me djesh, me dituri, po edhe mbi krahat tona, edhe mbi punën tona ndonjëherë edhe të papaguar mirë, edhe ndërtojnë atë pasuri. Sa duhet ja rikujtoni zoti Guri. Po mirë më rregull. Dhe e thashë këtë dhe vim ke spitali në Fier, i cili është një spital që na ushqit si një vlerë monetare, e falur e tjera, një spital që nuk ka departamentet e veta, vete për zemër ti edhe përfundon vetëm ke një gjilper, edhe ka dekur babai i fëmijës tim në spitalin e Fierit. E mbajtë 7 ditë, pa i gjetur diagnozë dhe i thanë, merre këtë lloj gjeje, merren privat. Pra spitali nuk kishte ampullën më të thjeshtë. Ky spitali turk në Fier. Dhe në këtë kuptim, unë vetëm do bëj një diçka falje kërkoj unë për një prodhim shqip, që është prodhimi i Bulmetit, po e them me emër, Lufra, se mendoja që prodhimi shqiptar përdor shumë qumë shplur. Dhe kam bërë një qëndrim kritik edhe për gjalpin që është margarinë, që është e vërtet, kjo nuk e dorë nga kjo. Gjalpi i përzirë me margarinë. Gjalpi i Byrekut është margarinë dhe dije po në Berat, më tha që ti na ke prishu punë, po me çfarë bën, unë e bëj me vaj. Ky është vaj pushke thash. Më ke si gjalpi thash. Po megjithatë vazhdo. Vaj lule diellin. Po vaj kotel, vaj pushke lere tash. Edhe gjalpi akoma më keq margarinë nafte. Gjalp naftë. Nicën e pushkës po. Po e lekte, po vi po them këtë skuza, këtë falje, kërkoj falje që i kam bërë me qatë prodhimit, po vate e pash vetë, një fabrikë caktuar, në këtë rast është Lufra, po kam parë dhe 2-3 fabrika tjera, do t'i them dhe ato një nga një, te Lufra kam parë një prodhim dinjitos. Shqip, kështu është. Prodhim dinjitos, i kërkojt falur. Unë i njoh pronarin. Po, unë nuk i njoh.
Po, i njoh edhe janë njerëz shumë dinjitos. Shumë dinjitos. Edhe janë shumë punëtorë. Palaj dinjitos ku merresh me analizën më në detaj të qumshit që binde, ku matesh alfa-toksina. Po t'i japim prioritet. Po pra, këti gjë që ati si shton goja toj që ore që po bëni gjë për Shqipërinë, na t'i japin kile kose, kile qumësh për jo më s'duan fare, ase dua va, unë kërkoj falje, për që kam thënë që qumshet tona, unë nisa nga një logjik që ata më shpjeguan. Disa që janë me qumë shplurë, ditë sa teatra ata gjëra që vjen me në fabrikat e tilla, erzen. Nuk shpëtojnë dot. Nuk shpëtojnë dot. Po erzen. Por kryesisht lufra. Ky zepa. Të tre e kanë parë vet. Po. Nga fillimi deri në fund, ku maste qumshi që sillte fshatar, se unë nisa edhe mbaroj që në luginën e Vlorës ishin 3-4 fabrika mbledhse të qumshit. Baxho. Edhe ato nuk ekzistonin. Edhe thash ta bien pru qumshi. Sepse nga ana tjetër vjen dhe qumësh plur, po u përdoka për biskota, do të bërë kujdes ajo që jo sa më pak biskota. Tani, edhe akuzovan në një farë mënyre që këta përdorin qumësh plur. Tani, ky qumësh që këta ishte që qumëshi ku e merrni këta tani, nuk ishte më me 100 fshatar nga 2 lop, po ishin 2000 lop në një stall. Po, i mbajnë vetë. I mbajnë vetë. Kjo është e ka bërë. Dhe unë i kam parë gjitha ato, popull shqiptar, unë i kam parë vetë, s'kam lidhe më do të shpjegoj diçka nga eksperienca ime, se unë jam marrë me industrinë ushqimore. Dhe aq më tepër që akunatën time kam pas një personalitet në këtë fushë, edhe vëllezërit e gruaja ime merren me kimin. Nuk duhet të flasim për qumshin plur si diçka e keqe. E keqe, dakor. Sepse qumshi plur në fundit është një përpunim i shumicës për të hecur sa më shumë prodhimi, e kupton? Nuk, kur bëhesh qumësh, kur merresh qumësh plur që përdoreshin për lopët dhe e përdor për çështje këtu, aty ka probleme. Por unë, nga kontrollet që kanë bërë dhe AKU-ja dhe me çka ashtu, nuk e bëjnë këtë gabim. Ata marrin qumësh plur, se nuk ja dalin dot me qumshin e vendit. Nuk ka mundësi qumshi vendit. Po marrin një 2 muaj në vit. Por marrin një pjesë të tjera. Edhe unë mendoj që kanë prodhim të mirë. Serbia. Merrni djathin kaçkavall të Lufrës, merrni të këtyre tjerëve, do të shihni që është shumë i mirë. Janë shumë dakord. Edhe sot zonja ime, që të dy ne ishim armiq të prodhimit vendas, neve sot blejmë bulmet o lufre, o zepën e provova, nuk isha provuar. O erzeni. Kur ndava ndimat në fund të dhjetorit, si zakonisht, më kujtoja Orlon Kalaja, profesor, po pse e lek të nisëm, edhe ndam, edhe thavur ta provoj një herë me të drejtën. Por e provova një kutiti që nuk, se unë kisha zakon, edhe kam zakon, që atë që marrë çojnë destinacion. Dhe ka qenë një kohë zoti Balaj që lia edhe vullnetarët i lia pa e dhënë një gjë. Tani them që zoti Filan për shemb, më jep 20 pako për atje ku do të qojmë fshat, 200 pako. Ja ku është? Ja zoti Pingli, më ka dhënë kaq herë. Më jep 200 pako për këtë, po më jep edhe 2 pako për stafin. Dhe pakot e stafit nuk janë ashtu. Edhe te ky pako të stafit i provova vet. Të shkëlqyer di, zepa natyral. E shkëlqyer di. Merr dhe një kosë të jashtëm, pa pikë vlere, pa pikë naturaliteti etj etj. Pra për këtë unë kërkoj falur dhe do të thoshte një gjë tjetër që zoti Pingli s'mund ta ngrej dot atë. E njëjta gjë është për produktin shqip, ta zëm bir. Ta zëm prodhim vendas. Ku zoti ordo. 10 sekonda. Me një barë të shpjestimet e bulevardit Zoguj Parë, nuk bëja pres veshin. Vajta të pija një birë me një shok zoti Pingulli të nderuar miq. Më dolën rreth 12 emra birash të huaja dhe asnjë shqiptar. Bravo. Po i thash po mirë. Po nuk kemi ne. Po pse ma morën nga goja? Kemi disa bira shqiptare, kemi bira kosovare. Po pse ma morën nga goja? Dhe jo tha se kështu kemi urdhër nga pronari. Unë ngrita dhe ika. Bravo. Megjithatë shokun tim. Po pse doja të pija birë shqiptare ose të shqiptarëve të Kosovës? Çfarë janë gjithë këto 12 firma birash? Tani, zoti Pingli më është lutur për të gjetur një emër bire i Iliriati. Edhe e kanë gjetur. Po me anë të miqve, edhe të studimeve që bëj, ti përkushtuar, gjeda që jo vetëm vera shqiptare, 5.000 vjetë e vjetër, po na paska qenë dhe bira ilire po aq e vjetër. Sepse Shqipëria vjen e kasht.
vreshta, dynjaja. Kam mik produsin asaj. Po pra, dakor, edhe grekët gjoja, apo romakët gjoja, nuk i pëlqen ilirët se pini shumë bira. Edhe bira e ilire ka një emër saj, ta kam dhënë emrin, po se më mendash. Pra, atëherë si mundet të më zhdukësh ti mua këtë traditë që një birë 5.200 thon 7.010 e vjetër, sepse është gjetur 8.500 farat e Elbit në Pogradec, në Linë, atje është gjetur 8.500. Nga fjala far, vjen farm, vjen farmer, etj. Vjen faraon. Vjen faraon, vjen farefisi, vjen farfari e gjyqit suedes. Pra, shikoni sa vlera kemi. Edhe këtu më është produkt shqip, është diçka banologjike, është diçka karakteriale e këtij populli, që ne nuk duhet ta mohojmë. Kështu që edhe pandaj i thirrë kryeministit që të vlerësoj si quhet. Emri Iliria, e gjetë. Iliria, bravo. Po Iliria, Eurolabi tash, shoqëria Eurolab prodhon Ilirian, edhe sigurisht ka qenë një produkt i jon dikur, por tash ata e kanë ngritur në nivel më të lartë, edhe po e përhapin shumë mirë, edhe po e mbrojnë. Shumë bukur. Ne përshëndesim tani. Ne përshëndesim. Ti e ke shokun se njoh, pa e besoj. Janë njerëz serioz dhe e besoj. Edhe do ta përhapin në gjithë Ballkanin. Ktu është. Shumë bukur. Edhe gjunati zoti Bare mos i bëjmë këto produkte që edhe ti ta qoftojmë të kryeministër, ç'është ky që sjell e dini ju ai në Divjak që përmendi që si mund të vinë sallatorët nga jashtë kur do të ndiqen politika. E bën ata fertele patronazhisat. E para që donin ta ulin qas, e dyta, qas i ka marrë desa ta mpal pas 2-3 javësh. Lili, si e kishte emrin ai Divjak. Por Italia i mbron shumë ata, vetëm derdhën qumsh, derdhin vajin e ullirit. Do të thënë mbrohet produkti vendas atje. Patjetër. Vetëm në ekstreme kur s'kan çfarë bëjnë atë refusin produktin. Ne mbrojmë gjuhën tonë, do mbrojmë produktin. Pikërisht pra produkti bëjmë, do të mbrojmë gjuhën e produktit dhe gjuha produkti jonë. Ashtu produkt, bravo, shumë e drejtë. Edhe gjithë këto prodhime, sidomos këto ushqimore, për të cilat është dhe një, do të thënë, kanë dhe efektin e atraksionit turistik, se ai që vin, ai 100% miqtë e italianë që kanë ardhur kanë thënë duan diçka vendase. Ore çani ju, vemi restorant, atë tradicionalen tuaj. Ç'a keni juve këtu? Edhe pastaj ngelen pa mend kur kanë ose bira Koça, Golden, ajo, sidomos Golden. Shumë e mirë. Është jashtëzakonisht e mirë. Krasime ato që unë marrë aty në njërë gjitha Bavaria, absolutisht, bira Golden, Korqa, pa bërë qefin aty. Ora në fundit, duke që po t'i bërë qefin, duke që e paguar nga jeti. Po e ma zhije fare, ase një fare, bje fjara. Edhe në kuptim, pse mos atemi fjallë në emër, po. Arsyen, zoti Guri dhe zoti Pingulli, që pse duhet të ketë atje 12 bira të huaja, po me një çmim shumë të lartë. Do të them unë këtë? Dhe pastaj mos ketë bira shqiptare që më bën mua të ngresh atë. Ai ka fitim me çmim të lartë të birës. Dhe fitimi për njësi bire është më i lartë se fitimi për njësi bire vendi. Sepse birën e vendit nuk e mban dot me çmim të lartë, kurse birën e huaj e mban me çmim të lartë. Kam sjell unë këtë na X shtetë e kam unë. Edhe me që ishme ke bira, po krahasohet bira e Pukës me atë ujë, me atë teknologji, vjes pas e shoku im gjeolog që nuk është më tani që e bëri kur Begeja më duam. Po nuk është Begeja. Çfarë si pa? Begeja. Pse nuk është më? Jo, ky teknologu që bëri që nuk është më. Bira Elbar, pra. Puka, Elbari me çmim premium. Ore Puka po them edhe një herë, uji, se bira bëhet nga uji, nga fara, nga majaja, 4 gjëra i bën birë. Edhe unë ku mbaj mend specializimin që ki në Prag, nuk është më e mirë ose baras se bira e Pukës. Nuk është më e mirë ajo e Pragës. 610 muze ata Prag. Nuk janë gjë fare, nuk janë. Po pra, edhe gjuna mos i po këto birrat e vendit një herë mbi të gjitha, në praktika janë të freskë këta jashtë. Janë të freskëta, bravo. Ti i pin brenda një periudhe të sigurt. Kurse birrat e huaja, asnjëherë nuk e di dot, nuk e sa ka sa vjet ka. Po të lëm atë që ne kemi ujë mali, që nuk krahasohet absolutisht me këta ujërat ndërkombëtar që bin. Italianë sigurisht kanë ujërat mira sepse kanë ata male, e kupton, kanë kështu, por mirë Fred, do t'i bale këto. Okej. Të nderuar miq, ky është emisioni jon për sot. Ju urojmë çdo të mirë dhe ju falenderojmë për vëmendjen. Mirupafshim në emisionin e ardhshëm.